konë tukti prej fitnessit. Unë e kom lagjën tem Dragodan. Me thonë gjithmonë i bim ka to panja ma shkurt për me dalë Dragodan. Edhe mnali kontrolla rutinore kejnë rregull. Edhe e hapa gjamin e fika motorën e kerrit. Edhe u afru polici, në fjallë, Arjaniti. Edhe ma bani tha, unë ja bona mirë mrama, përshëndeta me një busqeshje, si gjithmonë, me në krejt njerës. Ma bani ja ka mundësi patent shoferin edhe regjistrimin e kerrit. Edhe në tash po sigurisht, tash e kam regjistrimin e kam nalt në këtë pjesën e veturës të pasqyrja, thash edhe në qantë e kam lejen e kerrit, po. Edhe thash, a kam lejen me hapë qantën, tha po, e hapa qantën, e nxera kuletën, e nxera dokumentat me si avash. Polici vazhdoi me më këshyr me një farë shikimi shumë tegër, edhe ma bani tha, i mu dokumentat me 2 gishtat e dorës, as nuk i ka lexu, do me thonë. Nuk i ka lexu. Edhe ma bani tha, që tha del pe kerrit. Tamon man detaje të allësishme, unë e kom pas se në qantat kështu të krahut maj, shkaku që mës mi mbush gjepat me seme. Edhe kom pas një qantë më të vjetër, se kom një koleksion qantave, kom kombinu me jakne. Edhe në atë qantë, ose një më dhe arkitekt në profesion, u ka një farë brisku, edhe me thonë drejtën atë brisk, ku me ditë se qysh edhe më ka rondore dhe kësha pas në atë qantë, unë as vetë se kom ditë që e kom. E kom ka thonë a ki diçka ilegale, kom thonë lirisht kontrollom, e kom hap qantën vetë, edhe e kom zgjeru qantën me këthyja i dritën. Edhe pasi e kam pa briskun, e ka briskun, në me thonë e kom jetë në fakt briskun, edhe e ka marrë briskun edhe ma ka bo që tha sta del prej kerrit. Tha po lun me mu. Po lun mua, edhe unë e këshyra se prita se ke shumë diqa dy kem qitë. Tha që del prej kerrit. Edhe me të aty shiku, edhe po dalun e pe makinës se veja bona thash qa është tash lo kjo fjallon në uniform, adin? Edhe do me thonë sen nuk di, pasi kom thonë që ashtë edhe më ka godit. Masim ka godit, mu më kanë lidh, edhe tu më lidh ma bëshim po reziston, a ki alti, po reziston, edhe unë e kom fillu me thonë në regull është, se më të rezistu, në regull është, se thash, i fillova mu friksu edhe që kanë me mësulmu në mënyra tjera. Se poshtë që nuk kom pun me njerës që respektojnë uniformën në mënyrë të moralshme. Ki parasysh. Edhe unë e fillova me hapa e qova kokën sa kënë të mlidhe dhe thesha në regull është që me më dëgju edhe tjertë për rreth që nuk jem të rezistu. Ta thesh na ki alti, më kanë lidh, masim kanë lidh, kanë fillu me më tërheq me më qute makina e policis, të gjipi i policis. Kur më kanë fut në gjip policis, unë i lidhun, kanë fillu me më godit trupit, edhe me më thonë unë e ti edhe jashtë edhe mrena kena me pas problem dash me uniform, dash pa uniform që si ma ngu pasi ti ma beke unë e kom palu moti munal njeri theke me 300 vepra u dridhke e ti nuk dridhësh a vedin se kuptesha njëtit zyrtar policor po ai ka ardhë me thonë edhe tu më godit trupit, tu më shty në gjoks edhe unë nuk folsha se disha që çdo fjole jam mundet me më përdor kundër meje se posh me çfarë njerëz kom punë. Edhe pasi më kanë dikur, unë e di që një koleg prej tyne, non stop ju ka thonë koleg, ma, adin,
Një tjetër u konë që non-stop, po nuk ja moj me ftyrën, as nuk e di ku shukon, po non-stop ja ka mojt kraun, do me non-stop ja ka ndimu, nëse ajo konë të më godit, a tjetër u konë të mojt. Po tash më kinë të kjerët, më kanë hyp tjerë polic, jo që ata që më lidhen, nëse s'ka bëj, asaj që më goditi. Ata polic tjerë nuk e kam folë as një fjallë rrugës, do me thonë asun as ata u konë një qëtësi shumë e madhe dhe në stacion. Po edhe para se me më qunë stacion, aj polici sa është kallëzej ma beke ty kur qej atje. E unë se disha as ku është ajo atje, se e pash që nuk o të shku në procedur të regullt kur gjë dhe me thonë drejtën fillova mu pajtu me fatin, thash krap, nuk o kam policis, thash pas kam dojnë e farkit në pimja, na i sen edhe veç u me ndesha qysh me pështu për situatës. Edhe polis tje më kanë qunë stacion, ku më kanë qunë stacion, do me thonë gjatë kohës që më kanë qunë stacion, ka pak edhe të ma shty kraun e sen, e po ajo kuptohet, ajo arrestimi me lula nuk qojnë, ajo kitë në regull, në stacion aty mrena nuk kom pas naj kërcenim, nuk kom pas naj ngritje as të zonit, me thonë drejtë, një konë kitë në regull, po unë e kom vazhdu në mënyrë qetë, mi të regu kolegëve tyne që se më pyqin që kim ftyrën, që ke bo, se e kom pas këtë ftyrën me loq tokës, me zift të asfaltit. Edhe ma bëshin që u bo, përdin. Edhe ju të regësha, kolega ju më ka godit pa arsye, kolega ju më ka shoh, më ka thonë del pikerët dhe më ka godit pa arsye, ata fillun më këshyr me zveti, me dal ka pak në koridor, folshin me zveti, mu ma mërmenja që dhe sëm besojshin, na foka jem, kamera ka pas edhe me zo. Edhe dihet që e ka edhe inspektoriati policor që unë me të vërtet që më konkret në regull edhe na foka jem dritën e kjerët e kom pas vëz e mrena vrejet që jem shumë qetë, nuk jem të shqit me dur, nuk jem mas të rezistu kur që.